Pas 3 dekada, shtëpia e shkrimtarëve dhe artistëve Durrës por I kthen një traditë të bukur shumë vjeçare, hapjen e 2 ekspozitave kolektive të artistëve të artit pamor në qytetin bregdetar. Nisma u konkretizua pas ditën e së premtes, kur në ambientet e galerisë tashmë të rikonstruktuar Nikolet Vasia, ardharësit mund të admironin tablot dhe skulpturat e artistëve dursak të 3 epokave të ndryshme në ekspozitën e titulluar Pranverë. Në një simbioz të pako, ishin përbashk veprat e të mëdhenjve të artit pamor në Durrës, si Sabri Tuçi, Agim Kavaja, Zef Ujka, Gavril Priftuli, Skënder Kokobobo, Dimitër Arallambi dhe shumë nxënësve të tyre, që vijojnë traditën e bukur artistike të atyre që u mësuan ABC-n e artit. Këtu kemi 71 vepra, nga një grup I gjerë autorësh, e kemi konceptuar në 3 epoka nëse do të themi. Realizmi për mua është baza. Pastaj gjithë gjërat e tjera, rrymat e tjera që vinë janë post-realiste. Kështu që këto qëndrojnë mjaft mirë. Qëndron mjaft mirë edhe piktura e Skënder Kokobobës, por kaq bukur qëndron edhe piktura e Marianës. Qëndron piktura e Gavril Priftulit, po kaq bukur qëndron edhe piktura e Dashamir Grabardhit apo e Mion Astasit. Kuptojmë. Pra, që të gjitha këto janë vlera të mirëfillta të galerisë. Nuk është e vështirë për t'i bërë bashkë të gjithë artistët e një qyteti me një ekspozitë kaq të madhe sa është kjo, me emrin e bukur Pranvera. Kjo ekspozitë për mendimin tonë është një hap I parë, një hap I madh drejt bashkimit të shkollave, stileve të ndryshme, përvojave të artistëve të Durrësit. Në këtë ekspozitë ku janë harmonizuar më së miri të vjetrit dhe të rinjt, modern dhe tradicionalet, e mbrusi përbashkët është dashuria për qytetin dhe eksplorimi I bukurive të këtij qyteti të lashtë me vlera të Nga data 25 prill dhe deri më 19 maj, ardharësit dursak por dhe turistët e huaj do të mund të admirojnë në galerinë e qytetit disa nga veprat më të mira të artit pamor të 80 viteve të fundit, mes morisë së natyrave të qeta, peizazheve, kompozimeve, portreteve dhe skulpturave të ndryshme. Ardharësit përshkojnë në mënyrë figurative rrugtimin e artit pamor dursak, që nga periudha para realizmit socialist dhe deri në ditët tona.